Mirëmbrëma, po filloj me edicionin e lajmeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka aprovuar sot formularet e rezultateve të kandidatëve, ku aty nuk është lënë hapësirë për kandidatët e pacertifikuar. Kjo ka ngjallur debat në mes të antarëve të KQZ-s, ku antarët nga lëvizja vetëvendosje e kanë kundërshtuar duke thënë se po bëhet qëllimshëm që të dëmtohet lëvizja vetëvendosje. Në formularët e aprovuar sot tek lista e lëvizjes vetëvendosje mungon emri i kandidatit për kryeminist Albin Kurti dhe lista fillon me numrin 2 që e mban ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani. Antari i lëvizjes vetëvendosje në KQZ Alim Rama tha se qëllimisht dëshirojnë të krijojnë telashe në proces derisa theksoi se secila votë do të numërohet. Dje jeni anku, po tash unë po shoh ju qëllimshëm po doni me kriju telashe në proces, edhe secili duhet me pas përgjegjësi penale për votën që e bën që krijon probleme. Dhe kjo është me qëllim me kriju probleme teknike në proces zgjedhor. Edhe antari tjetër i lëvizjes vetëvendosje Sami Kurti pati akuza në drejtim të antarëve të tjerë të KQZ-s, i cili tha se është frika dhe urrejtja ndaj lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit, arsyeja pse po i bëjnë këto veprime. Shtylla e problemit është frika edhe është urrejtja ndaj një subjekti edhe ndaj një njeriu. Edhe kreta këto po bëhen me atë qëllim. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se antarët e lëvizjes vetëvendosje po bëjnë fushat zgjedhore në këtë mbledhje të KQZ-s. Për çdo mbledhje është kriju ankth. Asaj ka reaguar antari i lëvizjes vetëvendosje në KQZ Alim Rama, i cili i tha se ajo është në një pozitë që të ruajë neutralitetin, por që është bërë palë me të tjerët. Rreth akuzave të antarëve të lëvizjes vetëvendosje ka reaguar edhe antari i KQZ-s Rifat Krasniqi, i cili tha se nuk dëshiron të dëgjojë ligjëratat e lëvizjes vetëvendosje. Na, si janë këtu, s'kemi ardhur këtu me dëgju ligjëratat e vetëvendosjes. Jo. Unë ligjëratat e kam kryer fakultetin. 2 fakultete kam kryer. S'po duam me një pe ju që ligjërat mend me shiteve. Gjatë kohës sa i flis të antari i lëvizjes vetëvendosje Sami Kurteshi kërkoi që nëse nuk dëshiron të dëgjojë të dalë jashtë. Këtu ka reaguar edhe kryetarja e KQZ-s Valdete Daka, e cila tha se asnjëherë institucioni i KQZ-s nuk ka qenë më i politizuar. Asnjëherë institucioni i KQZ-s nuk ka qenë më i politizuar. KQZ në këtë mbledhje ka trajtuar edhe çështjen e votave me postë, ku sekretariati i saj ka kërkuar që pakot me flet votime, të cilat vijnë me posta të shpejta, të mbahen në pritje në objektet e postave të shpejta dhe sekretariati të caktojë një kohë të përshtatshme që ta bëjë bartjen e këtyre zarfeve deri në vendin ku do të ruhen. Në këtë mbledhje të KQZ-s është bërë e ditur se dje ka përfunduar afati për aplikim për akreditim të vëzhguesve që vijnë nga subjektet politike dhe OJQ-t, ku u tha se kanë bërritur 30.000 aplikime dhe se tashmë të njëjtat janë duke u shqyrtuar. Demokracia në veprim ka mbajtur konferencë për media në të cilën u prezantuan të gjeturat nga monitorimi për 3 ditët e para të fushatës zgjedhore të 14 shkurtit. Jeta Krasniqin ka DNV në një konferencë për media ka deklaruar se nga monitorimi që kanë bërë tashmë është vërejtur se partitë politike po përdorin edhe format virtuale për të shpalosur programet e tyre qeverisëse. Subjektet politike nuk janë përmbajtur kufizimeve të vendosura nga IKSHPK-ja për masat anti-Covid. Dhe kjo ka ndodhur qoftë në aktivitetet e tyre që janë organizuar në ambientet e mbyllura, po ashtu dhe ato që janë organizuar në ambientet e hapura. Nga ky monitorim, del se partitë politike, krahas premtimeve të tyre, kanë përdorur edhe gjuhë nxitëse ndaj subjekteve të tjera me baza politike. Subjektet politike në aktivitetet e tyre zgjedhore, përveç se kanë folur për çështjet apo për premtimet e tyre elektorale, kanë pasur raste kur kanë përdorur edhe gjuhë nxitëse ndaj subjekteve të tjera me baza politike. Krahas monitorimit në tubimet publike, DNV ka monitoruar edhe mediat. Jeta Krasniqi tha se hapësira më e madhe mediale i është ofruar lëvizjes vetëvendosje me gjithsej 79 minuta, e pasuar nga LDK me gjithsej 77 minuta dhe AAK me 68 minuta. Një hapësirë më e madhe është ofruar partisë lëvizjes vetëvendosje me 79 minuta, LDK-s me 77, AK-s me 68, NIS-s me 60 minuta, PDK-s me 55, Listë Serbe me 8 minuta dhe partive të tjera në përgjithësi me 23 minuta nga 327 minuta në total.
Demokracia në veprim ka vërejtur po ashtu se gjatë 3 ditëve të para të fushatës nuk i është ofruar sa duhet qasje personave me aftësi të kufizuara dhe po ashtu ka vërejtur se nuk është bërë përfaqësimi i barabartë i grave në lista zgjedhore ashtu siç e parashë ligji. Të gjeturat nga vëzhgimi i DNV-s thonë subjektet politike kanë bërë edukimin e votuesve në 35% të aktiviteteve zgjedhore të monitoruara nga DNV, qoftë duke treguar numrin e partisë së tyre dhe kandidatëve për deputet, apo duke treguar mënyrën se si duhet të votohet dhe duke shpërndar broshura me numër të subjekteve të tyre. Fushata zgjedhore ka ditë që ka filluar dhe përfaqësues të subjekteve politike po takohen me qytetarë për të prezantuar plan programin e tyre, por ankesat të mëdha po vijnë nga qytetarët të cilët po ankohen për tubime të mëdha e pa respektim të masave. Fushata e zgjedhjeve 14 shkurti tashmë ka filluar. Tubime anë mban Kosovës. Përfaqësues të partive politike po takohen me qytetarë për të prezantuar plan programin e tyre. Qytetarët e komunës së Gjakovës po shprehen se ndihen të rrezikuar me shëndetin e tyre si rezultat i takimeve që po bëhen me numër të madh për shkak të mundësisë së përhapjes së virusit COVID-19. Si qytetarë ndihen të rrezikuar ku ne policia më na thon pa maska tash, dënon ty dhe mua. Ako se në mbledhje, aty s'ka maska, as ka kur gjë. Jemi të rrezikuar shumë. Ata për bojnë anë kënej për japin lajme që mos mu të pu. Kuptohet që jemi të rrezikuar. Të tjerët thanë që për vete mendojnë kurse për popull as fak. Vallaj po, se unë bash dalë shpesh që më konë vllaznim me shkojnë në sport se rrezik pëthojnë është. Po ka shumë presmarrje të madhe të njerëzve dhe rreth sa i përket virusit është një rrezikim i madh edhe për qytetarët e tjerë, por partitë politike po shikojnë vetëm interesat e tyre, vetëm votat e qytetarëve dhe janë kundër interesit tonë, domethënë ose shëndetit tonë. Të gjitha institucionet e Republikës Kosovës kanë bërë apel që të jenë qytetarët kujdesshëm ndaj pandemisë që e ka kaplu globin toksor, natyrisht që edhe Kosovën, dhe është fjala popullore, e bëj çka të them unë, e mos bën çka të bëj unë. Këta po i thejnë ato rregulla, ato norma, dhe janë për çdo kritik. Mes tjerash, qytetarët shprehen se në kohë fushate politikanët po veprojnë sikur virusi nuk ekziston. Sa i përket neve si qytetarë këtu, ata nuk kanë pik respekti për ne, se sa njëherë neve në mbyllën krejt, ata shmasi që filloj fushata, diq virusi është puna, u shduk virusi. As ka masa, as ka maska, as ka nuk majnë kur gjo eqë. Përderi sa as një salë se kanë lonë me punu darsma, ata që nga mushin ka 2000 vetë në darsma, shabo, ku me që virus. Kështu që a kanë lodhë dhe neve, ta shmarën fushata neve do të në mbyllin prapë. Kua kjo logjik? Nuk jenë të i respektu masat e Covidit. Çdo qytetar gati çdo i dyti i treti dënohet pa mask, tubimet në për oda, në për lokale, pëmohen pa distancë, pa mask, pa desinfektus, pa asgjë. Normal që ne jemi të rrezikum shumë bile. Kështu që ju kisha bua apel gjitha partive politike, mani distancën, jo për vota, se kënej për dilni për thoni, jo poplin dojmë mbrojt ju si një kanë mbroni heq, po jeni kanë qëponi edhe ma shumë. Mbi të gjitha janë profesionistët shëndetësor, ata që vazhdimisht po kërkojnë të respektohen masat, por se në bazë të atyre çka shihet, as pak masat nuk po respektohen. Viti 2021 është vit elektoral në Kosovë. Zgjedhjet e parakohshme të 14 shkurtit do të pasohen nga ato lokale në vjeshtën e vonshme. Mirë po çështja e presidentit mund të ndërlikoj situatën dhe njohësit politik, por edhe vetë partit nuk e përjashtojnë mundësinë e mbajtjeve të zgjedhjeve të tjera gjatë verës nëse dështon të zgjidhet kreu i shtetit. Mirë po nga kundërshtrimi ekonomik, parlajmimi për zgjedhje të reja më njëherë pas atyre të 14 shkurtit, në rast të dështimit të zgjedhjes së presidentit, po konsiderohet i rrezikshëm dhe shkatërues për Kosovën.
Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, deklaroi se mbajtja e zgjedhjeve ka ndikim negativ, aq më tepër në kohë pandemie, ku dëmet më të mëdha sipas Zekës do të jenë sa i përket rritjes ekonomike, tërheqjes së investimeve të huaja dhe për të hyrat buxhetore. Këtë aspekt, mbajtja e shpeshtë të zgjedhjeve, edhe shikuar në aspektin historik në vendin tonë, gjithmonë ka ndikuar edhe në normën e përgjithshme të rritjes ekonomike, edhe tek tërheqja e investimeve të huaja direkte, por edhe të hyrat e mbledhura për buxhetin e vendit. Në një situatë hipotetike kur ne do të kishim zgjedhje më të shpeshta brenda një intervalit të shkurtër kohor, besoj që ndikimi në ekonomi do të ishte shkatrues, aq më tepër nëse kombinohet sërish me ndikimin që ka pandemia COVID-19 që ka pasur gjatë vitit 2020. Krau i Odës Ekonomike Amerikane deklaron se stabiliteti politik është faktor i rëndësishëm në vendimarrjen afariste. Prandaj, sipas tij, mbajtja e shpeshtë të zgjedhjeve bën që vendimet afariste të frenohen. Mbajtja e shpeshtë të zgjedhjeve bën që vendimet afariste të frenohen edhe që investitorët sërish të brendshëm apo të jashtëm presin për momente që ata i konsiderojnë të vëlefshme për t'i zbatuar pastaj planet e tyre për zgjerim të investimeve apo për investime të reja. Eksperti i ekonomisë Lek Musa thotë se ndërrimi i shpeshtë i qeverive ndikon negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj, si dhe në realizimin e investimeve strategjike. Për këtë, ai thotë se nuk pritet të ketë një situatë shumë optimiste, por si thekson ai, bizneset janë adaptuar me mos mbështetje dhe me jo stabilitet politik. Ditë më parë në një paraqitje publike, kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se formimi i institucioneve të reja pas 14 shkurtit, kësaj radhe do të jetë edhe më i ndërlikuar pasi nevojiten 80 vota për zgjedhjen e kryetarit të Kosovës. Dhe sipas tij, nuk përjashtohet mundësia që të mbahen zgjedhjet në verë pas këtyre me 14 shkurt. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzik, Blerim Ulluri, ka treguar se po sfidohen seriozisht me mungesë të materialit esencial për kryerjen e analizave të ADN-s. Po ashtu, Ulluri ka njoftuar se gjatë pandemisë kjo agjenci ka qenë në vështirësi të përmbushjes së obligimeve të saj për shkak të reduktimit të stafit. Një sfidë tjetër e cilën me cilën ballafaqohem është mungesa materiale në kohë të fundit për analizat e ADN-s. Kemi me 100 raste në pritje, jemi ende në pritje të kontrata është realizuar, ende jemi në pritje të furnizimit me kita reagenta dhe kemikate të ndryshme që duhen për kryerje të apo material esencial për kryerje të analizave të ADN-s. Tutje, sipas Ullurit, sfidë gjithashtu është ndryshimi ligjor i statusit të zyrtarit kriminalist, sipas të cilit parashihen ulje pagash, gjë kjo që do të ketë përpasojë humbjen e këtyre ekspertëve. Ulluri gjithashtu ka thënë se nuk kanë pasur një numër të lartë të stafit të atakuar nga virusi COVID-19, ku nga numri i përgjithshëm i punëtorëve, sipas tij janë prekur vetëm 15%, kurse viktima nuk ka pasur. Kemi pas jo numër të lartë të infektuarve. Statistika zyrtare dhe më raportet zyrtare tregojnë se në agjencinë tonë me raste pozitive janë identifikuar 13 zyrtarë, apo në shprehur në përqindje 25%. Numri shëruar është 12, 12 janë shëruar, një është aktiv, nuk kemi pasur vdekje. Kryeshefi Ulluri ka pohuar se kanë raste e kërkesa të shumta, por agjencia asnjëherë nuk ka dështuar të dalë me kundërthënie për to. Fillimisht kemi qenë në kuadër të policisë së Kosovës, shumicën e zyrtarëve rreth 70% i kemi pasur me gardë policore. Në vitin 2011 është shkëputur nga policia dhe është shndruar me ligj të veçantë në agjenci ekzekutive në kuadër të MBP-s. Krahasuar me vendet e rajonit, themi me mburrje se qëndrojmë lart, të krahasueshme me Kroacinë që ka 100 vite që mirren me këtë pjesën e kriminalistikës. Inspektoriati Policor i Kosovës gjatë vitit të kaluar ka pranuar mbi 1650 ankesa ndaj zyrtarëve policor, një rritje ndjeshme prej 16% me vitin paraprak. Një prej arsyeve që kanë ngjallur pakënaqësi ndaj policëve, sipas inspektoriatit, janë masat anti-Covid. Si pasojë ankesave, 83 zyrtar policor janë suspenduar, janë ngritur kallëzime penale në 82 raste dhe janë arrestuar 32 zyrtar policor.
Kryeshefi i Inspektoriatit Policor të Kosovës, Kushtrim Hodaj, deklaroi se për këta zyrtar policor ka dëshime për vepra penale të ndryshme. Hodaj flet edhe për masa të shqiptuara për pjesëtarët e policisë së Kosovës. Ditëve të fundit është arrestuar dhe zyrtari policor Haris Kelmendi në ndyshimin se gjatë vitit 2018 ka kestrajtuar fizikisht një 18 vjeçar në stacionin policor në Prishtinë. Për këtë rast, Inspektoriati Policor i Kosovës ka arrestuar edhe një zyrtar policor në ndyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale kestrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Ka vazhdu hetimi matutje në drejtim të zgjerimit dhe të gjetjes personave tjerë përgjegjës që kanë qenë në momentin kur ka ndodhur ai përdorimi i dhunës brenda stacionit policor dhe dje është identifiku dhe është arrestuar gjithashtu zyrtari policor i cili është marrë me trajtimin e rastit të atij qytetari në momentin kur ka ndodhur dhe natyrisht në zbatim të drejtësisë prokurorit domethënë kemi ndaluar edhe në zyrtarin e dytë që lidhet me këtë rast, gjithashtu është i suspenduar, domethënë kemi rekomanduar suspendimin edhe të një mbikëqyrësit të rështetit të ndërimit që ka qenë ditë në rast. Vesti Rash, ai ka folur edhe për rastet që janë raportuar për përdorim të forcës ndaj sirianëve të ardhur në Kosovë. Dhe tani të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve, mirupafshim.